Titujt kryesor të gazetave e mërkur 5 prill 2017. Gazeta Panorama, flet Sonila Qato, pronarët kompensim për 9282 dosje para 95-s. Drejtoresha e ATP-s mbyllet vlerësimi i 5357 vendimeve të vitit 1995, gati kompensimi. Problem dokumentat në arkiva u dogjën në vitin 97. Basha i thot Metës mirë se vjen, Rama gati për dialog, por zgjedhjet më 18 qershor. Kryeministrit e kryetari i opozitës reagojnë pas propozimeve të kreut të LSI-s, Idrizi pakt kombëtar. Teftaradi, jeta ime me Frankon u lidha kur nuk i fliste njeri, për cilët kantautori rrëfimi plot i bashkëshortes. Falje taksash për 200.000 qytetar, Ahmetaj përfituesit nga falja fiskale dhe rivlerësimi i shtëpive. Vendimi i bashkisë, bonus për Qiran, emrat e përfituesve në Tiranë. Hetimi, sulm me 19 plumba zyrave të kompanisë Salillari. Seriali i 6 vrasjeve, nipit e gjyshja gjenden të vdekur në banesë. Lëvizja e re e LSI-s dhe perspektiva e saj. Këshilli i ministrave si pazari i ri, maskarada e ndarjeve politike. Shekulli, pronat, llogaritet vlera për 5300 dosje, flet drejtoresha e agjencisë Sonila Qato, përfundoi shqyrtimi i 1/3 së çështjeve. Tokat e ndare me 7501, nisma e re në Ministrinë e Drejtësisë për të rishikuar kufin. Kompensimi financiar dhe ai fizik, hapat që do të ndiqen për ndarjen e fondit për vitin 2017. Zgjedhjet parlamentare, skenaret për ndryshimin e qeverisë dhe shtyrjen e zgjedhjeve, analiza për afatet dhe hapësirat ligjore. Basha e Rama pranojnë ofertën e Metës në tryezë për të gjitha çështjet. Alarmi, bllokohen 1700 kg marijuanë në Karaburun, zhduken trafikantët. Horror në Durrës, gjenden të vrarë gjyshe dhe nip. 7 vite më parë i vranë vëllan dhe më pas i ekzekutuan dhe tatin. Korç, maskat grabisin kazinon në bulevardin kryesor të qytetit. Raporti Freedom House, zyrtarët e korruptuar në Shqipëri lejuan kultivimin e kanabisit. Libri i disidentit ka historian me grada dhe tituj që nuk kanë kaluar pragun e arkivës. Intervista, Kongresi ose të pranoj zgjidhjen ose përgjegjësitë për çarjen e SPS-s. Betejë e Superligës, pikat e forta të Partizanit, Skënderbeut dhe Kuksit për titullin. Gazeta shqiptare, ATP, Qato 10.000 dosje pronash, gati pagesa, drejtoresha e agjencisë pronave përfituesit në vitet 93-96. Raportin Komisionin e Ligjeve përfundoi vlerësimi financiar. Brenda 10 ditësh publikohet lista, përfitojnë edhe ata që aplikuan në 2016. Nipi vret gjyshen dhe veten, Xhaxhai si e gjeta nënën të mbuluar me gjak, krimi 2 fish, dëshmia në polici. 23 vjeçari me depresion mbylli dyert para krimit, ja historia e familjes Curri. LSI e goditi, Edi Rama u tërhoq nga qëndrimi i tij. Mea culpa ato që s'munda të t'i thosha dje. Rama fton Bashën në takim, cakton ti vendin dhe orën. Përgjigja, kryeministri e vlerësoi përpjekjen e kreut të LSI-s për të kënaqur PD-n. Basha mbledh aleatët, Meta mirë se vjen, por jo për pazare. Idrizi propozon pakt për zgjidhje. Ish banorja Gertashtino si më nxori produksioni jashtë lojës. Deputetët e PS-s kundër Metës nuk votojnë qeveri teknike. Grabisni me dhunë, gjykata lë në burg 3 vëllezërit dhe bashkëpunëtorin. Sekuestrohen 1.5 ton kanabis sativa në Karaburun. ATP statusi çdo pronë në Vlorë, Delvin dhe Sarand. Shqiptarja.com, PS-PD drejt dialogut, Rama gati për gjithçka. Deklarata e Metës shtym pale drejt bisedimeve, opozita kërkon tryezë pa kushte për qeverinë teknike. Kryeministri caktoni orën dhe vendin. Basha shpall platformën e opozitës me 4 detyrat e qeverisë teknike. Idrizi pakt kombëtar me 7 pika për rikthimin e dialogut politik. Zbardhen datat, ish pronarët nis shqyrtimi dosjeve me trashëgimtarët, afatet, emrat e familjeve që do të përfitojnë bonus strehimi nga bashkia. Marrëveshja e detit me Greqinë, zyrtarët bën faj, por jo me dashje. Arif Dino, portreti i shqiptarit të parë modernist, dhjetor 43 kur 10 këshilltarët e Kalit u vranë për hasmëri. Gazeta Dita, Rama Meta si dhe ku do jenë në 18 qershor. Përgjigjja e Ramës për Metën, qëndrimet brenda SMAIT-s, 3 opsionet e përfolura për atë që pritet të ndodhë. Pascal Milo dhe Mirobaze, 2 lexime pro dhe kundër Metës. E ka apo se ka Metën Edi Rama? Disa këshilla për rrezikun e depresionit, vret gjyshen dhe veten, drama pafund e fisit Curri në Durrës. Ish ushtarakët, errësira juridike e një vendimi unifikues. Si aholli drejtësisë grupi që negocioi paktin famkeq detar. Nis regjistrimi online, ja rregullat për maturantët e vjetër. Gazeta Tema, harroje qeverinë e besimit dhe shtyrjen e zgjedhjeve. Edi Rama i përgjigjet Metës. Plumkulla, përse duhet gjithë kjo vonesë? Mirobaze, disa gënjeshtra që duhen çmontuar për krizën. Skënder Minxhozi, kur Ilir Meta vendos të jetë deri në fund Ilir Meta. Andi Bushati, pse Rama duhet të ndahet nga Meta? Nën kryetaria e LSI-s, thirrje PS-s, është koha të lëshoni karriget, këtë e duan qytetarët. Pakti detar me Greqinë, zbardhet arsyetimi i prokurorisë, pse i pushua metimet dhe e falën Bashën. Ish këshilltari i Berishës Gridroi, Saliu e ngriti çadrën në bulevard pasi u thirr shkëlqenin komisionin parlamentar. Basha në ekstaz, mirë se vjen Ilir Meta. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës ju tregoi qeverinë e re të besimit. Spanja dhe Anglia luftë për Gibraltarin.
Gazeta Mapo, Rama, qeveria vullneti shumicës, përgjigja për Bashën dhe Metën. Kreu i qeverisë është shprehur i gatshëm dje për të dialoguar me opozitën, por deklaron se nuk mund të pranojë qeverinë teknike dhe shtyrjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Basha ka deklaruar se zgjidhja me qeveri teknike është shumë pranë. Blushi, Meta ta çoi Ramën në mocion mosbesimi. Krim në familje në Durrës, nipi vret gjyshen e më pas vet vritet. Çfarë është njeriu dhe pse ai nuk është kafsh? Platforma Idrizi për zgjidhjen e krizës. Jashtë 7 pikat e PD-s. Rama duhet rrëzuar me vota o në parlament o më 18 qershor. A është i nevojshëm koalicioni me parti parazite? A mund të çojë Brexit në një luftë mes Spanjës dhe Britanisë? Arbreshët 600 vjet jashtë teksteve të historisë shqiptare. Zotat nuk kanë vdekur. Telegraf, mocion në kuvent për shkarkimin e Ramës. Ben Blushi, kriza sot është më e thellë se dje dhe nesër do të jetë akoma më e rëndë se sot. Krimi, korrupsioni dhe padrejtia janë armiqtë që duhen mundur. 2 votat e Libras do jenë kundër, ndaj ftoi Metën dhe të gjitha partitë të rrezojnë këtë qeveri. Zbulohet skandali me mësuesit e pasiguruar. Zyra arsimore për 7 muajsh nuk paguan sigurimet shoqërore të arsimtarëve. Drejtori i tatimeve që konstatoi shkeljen të nesërmen e pushon nga puna. Kryeministri Rama, qeveria i takon shumicës, ftoi Bashën për dialog në vendin dhe orën që dëshiron. Raporti Freedom House, SBA kritikon Tiranën zyrtare për kanabisin dhe mungesën e avancimit në demokraci. Kryeministri hungarez Viktor Orban miraton ligjin për mbylljen e universiteteve të financuara nga filantropisti Soros. 55 nuk pritet zgjidhje nga Ram droga, të gatshëm për dialog për qeverinë teknike nevojitet përmbushja e 4 detyrave kryesore. Zgjidhja në rrugë partie një alibi më e mirë për Ramën se sa pengesat kushtetuese. Zëri i Amerikës, presioni i Metës detyron Ramën të rishikojë qëndrimet për qeverinë teknike dhe koalicionin. Kronika, Italia mobilizon strukturat për të ndalur tonelatat që dalin nga Shqipëria. Alarmi Bankës Botërore, Shqipëria vendi i 4 në botë ku familjet paguajnë më shumë. Tefta Radio dashurova me Frankon kur të tjerët nuk i flisnin me gojë. Kërcënimi i fundit bërthamor i Koresë së Veriut, prilli do të jetë një muaj për të mos u harruar. Azhanse të mëdha nga Serbia, spekullimet me shitjen e tokës në vendet e ish Evropës lindore. Shtetëzimi Hotel Modernos në Elbasan. Gazeta Sot, ndërkombëtarët ndërpresin marrëdhëniet me Bashën, Lu dhe Vlauti ndjekin strategjinë e ndryshimeve kushtetuese, kok më kok me Jozefina Topallin, ambasadorët agjend takimesh individuale me deputetët e PD-s. Zbardhet pakti PDU-LSI, jasi do të ndahen numëruesit më 18 qershor, dakordsi për të realizuar reformën zgjedhore. Rama i përgjigjet Metës, edhe unë jam gati të bëj lëshime opozitës, por qeveria është vullneti shumicës, zgjedhjet nuk shtyhen. PD e përçar nga oferta e Metës, Lulzim Basha i hapur, deputetët të trembur nga Gratska e maggiorancës. Izolohet Adriatik Llalla, socialistët i heqin të tjera kompetenca, asnjë të drejtë për përgjimet dhe mbrojtjen e dëshmitarëve. Pronat shkaktojnë debat në kuvent, Sonila Qato përplaset me Tom Doshin dhe Luan Ramën kundër kthimit të plotë të tokave. Banka Botërore Rozon Ahmetaj, rritja e punësimeve në Shqipëri modeste, ka numrin më të lartë të punësuarve pa arsim. Zbardhet vendimi, jasi prokuroria shpëtoi Bashën dhe varësit e ish-ministrit e jashtëm për shitjen e detit, refuzoi të merrte në pyetje. Zyrtare, PS e vetme në zgjedhjet e Kavajës, ja 2 aleatët që do të mbështesin Ramën, PD, LSI, PDU refuzojnë të regjistrohen në KQZ. Ben Blushi mocion në kuvent për të rrëzuar Ramën, Libra nuk ka frikë të marrë pjesë në zgjedhje, PD i trembet 18 qershorit. Socialistët kundër qeverisë së Besimit nuk e ndajnë pushtetin me Berishën, sfutemi në llogari politike. Do zhgënjenim ata që na kanë votuar. Buron Kaceli, arti pamor jashtë vëmendjes së Ministrisë së Kulturës, aktivitetet nga pasioni dhe sakrifica e vet artistëve. Dështimi i dytë i Republikës së 4, demisioni një çadre. Si testoria damore e Celentanos duhet një shpullë e papritur. Rilindja demokratike, fundi i horrave, është lëvizja e një populli që ka vendosur ta rrëzojë Republikën e vjetër, jo për pushtetin e PD-s, as për pushtetin e Lulzim Bashës, por për të ardhmen e shqiptarëve, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Nuk kemi kërkuar as pazare politike, as aleancat kurdisura në kurrizë të interesit qytetar. Vllai Fatmir Xhafës tek skafi me 1 ton drog për të zhdukur gjurmët kanë mbytur një nga skafistët, tjetri rezultoni zhdukur. Taksa 10 milionë euro në vit për të parë TVSH-n. Opozita rruga e vet me qeveria teknike. Freedom House miliarda dollar nga droga, koncesioni sterilizimi 275 euro për çdo operacion. Sa janë ata që të duan ditën e fundit? E di, mediat në SBA, hetim Ramës dhe Tahirit për lidhjet me krimin. Rama tret largimit të sigurt si pjesë e problemit. Integrimi, LSI është zëri i arsyes, Petrit Vasili të garantojmë zgjedhje pa tension, konflikti pengon zhvillimin. Takimin e 109, Klajda Gjosha duhen zgjedhje për konsolidimin e demokracisë si kriter për integrimin. Endrit Brejemllari, vendi nuk ka nevojë për retorika boshe, por për zgjidhje konkrete. Kedi Mehmetaj, arsim cilësor, punësim i mirëpaguar dhe integrimi në BE, shtyllat e platformës së LSI-s. Dejana Kallogjerović, potenciali i rinisë shqiptare, garanci për zhvillimin e vendit. Shërbimi ndaj qytetarëve është filozofia e LSI-s, zgjedhjet dhe zgjidhjet që na duhen. Deputeti i LSI-s pas takimit me kreun e AK-s Ramush Haradinaj, Flamur Çelaj, sjellja e tij prej lideri i afron më shumë shqiptarët, presim lirim sa më të shpejt. Flet drejtoresha e politikave mjedisore në Bashkinë e Tiranës, Diana Mile, iniciativa tona impakt të ndjeshëm në sensibilizimin për mbrojtjen e mjedisit. Flojla Kërpaçi, investimi në arsimin publik është investim për të ardhmen.
Panorama Sport, Tirana luan sezonin, Josa as kupa nuk na shpëton. Bardeblut përballen sot në orën 16 me Beslidje në Kukës, Lezhjanët bëjnë presion. Trajneri, trofeu duhet për moral dhe financa, por nuk e zgjidh krizën. Pero Pejic sfidon Partizanin, japse titullin e fiton Kuksi. Strakosha në finale, Lazio eliminon Romën. Lapidari Bilal Agalliu, portieri shqiptar ju tregoi si u trokuan ndeshja me Barcelonën, Alessio Habibi. Vllaznia Gjyrezi do rinovoj me Cungun, Teuta humb 2 titullar para Skënderbeut. Briken Calja medalje bronzin europian. Ibra nderon Djajt, Guardiola presion Contes. Gjermanish gënjen Bayerni, rezervat leksion nga Hoffenheimi. Sot ndeshja Napoli-Juve, Allegri bën rotacion masiv. Sport Express, fisheku i fundit, Tirana në udhkryqjen e sezonit sot në Kukës përballet me Beslidjen befasuese, duke e ditur se finalja e Kupës duhet arritur me çdo kusht. Trukimet në Spanjë, shqiptari më lan jashtë, ja e vërteta. Josa, kupa për financat dhe moralin, Bruka në lojë ndoshta jemi superior. Kupa shpëton sezonin, Dajas ndryshon formacion, Partizani nuk ndryshohet stadiumi, të kush luajnë në Tiranë. Vllaznia Cungu nuk e mohon largimin, flasim në fund të sezonit. Kuksi e mini garanton Kreun nuk e lëshojmë më. Flamurtari Tau beson të Kuqezin, fitojnë me Skënderbeun. Itali, Strakosha dhe Lazio festojnë tashmë në finalin e Kupës. Gjermani djaloshin Nagelsmann thyen Bayernin e Ancelotit. Angli, United sërish barazim sot sytë Chelsea City.